Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit këtë të mërkur ka organizuar një ekspozit me tematik persekutimi i firmëtarëve të pavarësisë dhe familjarëve përgjatë viteve 1924-1990. Çelo Hoxha, drejtues ekzekutiv i këtij instituti, tregon se kjo ekspozit është organizuar me qëllimin e qartë evidentimin e persekutimit të elitës kombëtare të shoqërisë gjatë kohës së regjimit komunist, duke u ndalur në vlorë tek persekutimi i firmëtarëve të pavarësisë, por edhe familjarëve të tyre. Mesazhi që kërkohet të jepet është që shqiptarët të evidentojnë historinë e tyre, por gjithashtu traumat dhe pasojat që ka lënë pas regjimi komunist. Ekspozita kjo është ekspozita jonë e dytë në vazhdën e ekspozitave për evidentimin e persekutimit të elitës kombëtare gjatë regjimit komunist. Ekspozita e parë ishte vitin e kaluar për persekutimin e delegatëve të Kongresit të Manastirit, ndërsa kjo ekspozitë është për firmëtarët e pavarësisë, siç e shikoni janë 25 stenda që u kushtohet firmëtarët e pavarësisë të persekutuar dhe familjarëve të tyre, sepse një pjesë edhe kishin, domethënë një pjesë e firmëtarëve nuk ishin gjallë në atë periudhë, por u vazhdua me persekutimi i familjeve të tyre. Mesazhi i ekspozitës është që shqiptarët duhet të shikojnë historinë e tyre, traumat që janë shkaktuar nga regjimi komunist. Leka Ndoja, specialist i arkivës së institutit, por edhe një prej personave që i ka dedikuar kohë kësaj ekspozite, duke treguar një pjesë të historisë së firmëtarëve, thos se komunizmi është sjellë në mënyrën më makabër me firmëtarët, por edhe familjarët e tyre, duke ekzekutuar jo vetëm ata, por edhe gjeneratat më pas. Firmëtarët janë 40, nga të cilët 23 janë persekutuar, 4 prej tyre kanë vdekur në burg ose është ekzekutuar, siç është çështja e Lefnosit, me gjyqin special të vitit 1945, ndërsa me grupin e deputetëve të Vlorës, ky regjim komunist është sjellur në mënyrën më mizore, më kanibaleske, do të thëshim se i ka vazhduar në 3 gjenerata. Familja e Qazim Kokoshi, që është kryetari i Komitetit të Shpëtimit të vitit 1920, vetë ai ka qenë dhe kryetar bashkie dhe nën kryetar bashkie disa herë, dhe ai vdiq në burg, i arrestuar padrejtisht në vitin 1947, njëkohësisht vdiq në prani të nipit të tij, i cili e njoftoi për dënimin me vdekje të nipit. Dorina Daiu, koordinatore e edukimit dhe informimi publik pranë ISKK, tregon se në të gjenden të shpalosura dosje gjyqësore të dala për herë të parë për publikun, por në këtë ekspozit gjithashtu nuk mungojnë dëshmit, dokumentat arkivore që e plotësojnë ekspozitën duke e bërë më atraktive. Qëllimi i saj sipas Daiut është të hedhë dritë mbi atë pjesë të historisë që deri më tani ka qëndruar në hije të plot. Kjo ekspozit vjen si plotësimi një ekspozite një viti më parë, ku ne folëm për hartuesit e alfabetit të gjuhës shqipe, dhe këtë vit si Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri vendosi për një tjetër ekspozit që është fati i firmëtarëve të deklaratës së pavarësisë, pikërisht në vitet 1944-1990. Jemi munduar që të marrim dosje gjyqësore, të cilat pjesa dërmuese e tyre dalin për herë të parë për publikun. Madje jemi munduar të marrim dhe dëshmi, dokumenta arkivore që e plotësojnë ekspozitën. I gjithë qëllimi i kësaj ekspozite është që të hedhë dritë mbi atë pjesë të historisë e cila për shumë vite më radhë ka qëndruar në heshtje, dhe është një promovim më saktë, një thirrje për brezin e rinj, të cilët të mundohen të mësojnë nga e kaluara historike dhe të nxjerrin mësime në të ardhmen. Sipas të dhënave të siguruara, të cilat prej vitesh janë të dokumentuara me fakte, dosje gjyqësore dhe dëshmi, regjimi komunist persekutoi 23 nga 40 firmëtarët e pavarësisë, por gjithashtu ky regjim ndoshi deri në ekzekutim, madje edhe 3 gjenerata të mëpashme të firmëtarëve të pavarësisë.